Ne një herë e mirë duhet të përcaktojmë që edhe të ketë një marrëveshje të re dhe ky shtet do mund të vazhdojë të funksionojë vetëm si rezultati një marrëveshje të re, jo më marrëveshje e orit, sepse po shihet që ajo nuk po funksionon ndërmjet palës shqiptare dhe maqedonase, ku vendimmarrja, shtetbërja, ndërtimi i këtij shteti dhe përfitimet nga ky shtet do jenë nëse jo tjetër në bazë të numrit të përgjithshëm të popullsisë që kemi këtu. Si shqiptar nuk mund të vazhdojmë të shërbejmë dhe kur nuk do të shërbejmë asnjërs as palës tjetër si subjektet politike maqedonase, që ata të vazhdojnë të drejtojnë të shtetin në formë monoetnike. Është momenti i fundit që subjektet politike pas këtyre zgjedhjeve të ulen bashkë, të hartojnë një strategji të re dhe duam ose s'duam do duhet një ndërhyrje e përbashkët në këtë radhë, edhe e Tiranës, edhe e Prishtinës, që strategjia e përbashkët 3 vjeçare, 4 vjeçare, po jo më shumë se 4 vjeçare dhe në zgjedhjet e ardhshme kur të qofshin ata, të implementohen dhe më pas të futemi në një fazë të re të ndërtimit dhe zhvillimit të këtij shteti të përbashkët.